Horoskopi i muajit qershor. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi, këtë muaj duhet të dëgjoni edhe zemrën edhe arsyen sepse vetëm kështu do të gjeni ekuilibrin dhe gjërat do t'ju ecin mirë. Nëse nxitoheni, nëse tregoni impulsiv dhe të palogjikshëm mund të keni tronditje. Ju të dashuruarit do përballeni shpesh me goxha probleme. Mirë është që të ruani sa të mundni qetësinë pasi nëse alarmoheni dhe ngrini zërin, vetëm sa do ta përkeqësoni situatën. Nëse jeni beqar, do ndjeni gati ta ndryshoni statusin tuaj dhe do përfitoni nga propozimet që do merrni. Shëndeti her pas here do të ketë shqetësime. Nuk do keni mbrojtje të mirë imunitare dhe mund të prekeni nga virozat. Financat do jenë të qëndrueshme, por mos prisni përmirësime. Në punë vërtet do përballeni me vështirësi dhe sfida të mëdha, por ato do t'ju bëjnë më të fortë dhe do arrini majat. Demi, Plutoni dhe Marsi do e bëjnë shpesh të zymt këtë muaj. Rreth datës 10 deri në datën 14 qershor do reflektoni pak, por sërish do futeni në probleme. Marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë goxha konfliktuale. Do ndiheni her pas here keq, por nuk do ta frenoni veten dhe nuk do hapni rrugë. Ju beqarët do jeni luftarak dhe do arrini të bëni për vete personin që kaq shumë e keni pëlqyer. Gjendja shëndetësore do të jetë delikate, sidomos 2 javët e para. Do keni shqetësime nga shumë pjesë të trupit. Në planin financiar duhet të tentoni ta stabilizoni situatën edhe sikur të mos arrini rezultatet e pritura. Në punë nuk do i rezistoni dot tundimit dhe do bëni të pamundurën për ta fituar një pozicion pune. Deri në datën 15 qershor do të lodheni jashtë mase. Binjakët. Mundohuni t'ju qëndroni larg gënjeshtrave gjatë këtij muaji sepse ato gjithmonë e bëjnë jetën më të ndërlikuar. Nëse keni një lidhje, mos e vini atë në asnjë moment në rrezik dhe kaloni më tepër kohë me partnerin. Kjo është e vetmja mënyrë që gjithçka të ecë si duhet. Ju beqarët do keni disa takime, por njëri do të jetë më i veçantë dhe do t'ju bëjë të përjetoni emocione të shumta. Gjendja shëndetësore do varet mjaft nga gjendja psikologjike. Nëse ajo do të jetë e rënduar, mund të keni edhe probleme të tjera. Yoga mund t'ju ndihmojë të jeni më të qetë. Gjendja e financave do të jetë e trazuar, sidomos 2 javët e para, më pas do të kuptoni gabimet dhe do të merrni masa për t'i ndrequr sa më parë. Në punë bëni aq sa mundeni dhe mos gënjeni për asnjë çast. As vetë nuk do të ndjeni mirë dhe as shefat nuk do t'ju vlerësojnë. Gaforja. Do keni një jetë mjaft emocionuese këtë muaj dhe shpesh do t'ju duket sikur jeni në ëndër. Shfrytëzoni çdo sekondë sikur të jetë e fundit. Ju që jeni në një lidhje duhet të mendoni të bëni gjëra të reja dhe pse jo edhe ndonjë çmenduri të vogël. Rutina është ajo që e shkatërron më shumë se çdo gjë tjetër një lidhje. Ju beqarët duhet ta shfrytëzoni çdo ftesë që do t'ju bëhet për të pasur njohje të reja. Edhe sikur gjërat të mos shkojnë ashtu siç mund ta keni dashur, rëndësi ka të mos qëndroni vetëm. Shëndeti mund të ketë disa shqetësime vetëm ditët e para sepse më pas gjendja do fillojë të normalizohet. Financat mund të kenë tronditje të vogla për shkak të ndonjë shpenzimi të pamenduar. Gjithsesi nuk do ta teproni. Në punë do t'ju lindin ide nga më të ndryshmet se si të arrini atje ku keni dashur gjithmonë dhe do t'ja arrini qëllimit. Luani. Nëse e bëni çdo gjë me dëshirën e mirë këtë muaj, gjithçka do t'ju ecë ashtu si doni. Mos u nxitoni për asgjë sepse mund të pengoheni dhe të dëmtoni veten. Ju të dashuruarit do ja kaloni mirë pranë personave të zemrës dhe do filloni të programoni ndonjë aventurë. Java më e veçantë do të jetë java e tretë. Ju beqarët do jeni të kënaqur nga jeta që bëni dhe nuk do e kërkoni me ngulm një lidhje. Në fakt do merrni propozime të shumta të cilat do jenë në dorën tuaj nëse do t'i pranoni apo jo. Shëndeti do të jetë i shkëlqyer. Do keni një energji të madhe që as vetë nuk e dini nga ju buron. Financat her pas here do kenë disa tronditje dhe nuk do dini çfarë të bëni. Specialistët mund t'ju japin këshillat më të mira. Në punë harrojeni të shkuarën dhe mendoni vetëm për të ardhmen. Provoni edhe sfida të reja sepse mund t'ja dilni mban. Virgjëresha. Këtë muaj do përqendroheni më tepër tek ato gjëra që i keni më për zemër dhe do t'i kaloni të tjerat në plan të dytë. Nëse jeni në një lidhje do e forsoni bashkëpunimin dhe do filloni projekte të përbashkëta. Pranë partnerit do ndiheni gjithmonë të plotësuar. Ju beqarët do kënaqeni me çdo takim që do realizoni dhe ka gjasë që me një person të mendoni edhe një lidhje.
Shëndeti do jetë i këndshëm në pjesën më të madhe të kohës, por nuk do të mungojnë as ditët me shqetësime të vogla si dhimbje muskujsh, dhimbje koke apo barku. Financat do jenë delikate gjatë javës së dytë dhe kjo për shkak të shpenzimeve të pamenduara që do kryeni. Komunikimi dhe bashkëpunimi me kolegët do bëjnë që të keni më tepër arritje në jetën profesionale. Mund të merrni edhe propozime impresionuese. Peshorja. Pas një periudhe disi të vështirë që keni kaluar, këtë muaj do rilind dielli dhe do jeni goxha më të qetë. Ju të dashuruari do jepni më tepër prioritet jetës tuaj sentimentale dhe do e mbani në pëllëm të dorës partnerin. Do dini si ta doni atë me fjalë dhe me gjeste. Ju beqarët do bëni të pamundurën që të krijoni sa më parë një familje. Java e dytë e muajit do të jetë më e favorshme nga të gjitha dhe mundësitë do të jenë të shkëlqyera. Gjendja shëndetësore do të jetë disi problematike. Mund të keni dhimbje fyti dhe do ndiheni pa fuqi. Sektori financiar do vazhdojë të mbetet delikat. Vetëm mendimin e specialistëve mund të arrini atje ku keni dëshiruar. Në planin profesional do ju bëhen goxha propozime, kështu që shfrytëzojeni sa më shumë që të mundeni. Akrepi. Këtë muaj do keni ide të mira dhe do përjetoni emocione pafund. Do t'i konceptoni ndryshe gjërat dhe do tregoheni më të matur. Ju që jeni në një lidhje, javën e parë do keni probleme të mëdha dhe mund të ndiheni keq. Jepini fund të autoritetit të tepruar nëse doni që t'ju rikthehet qetësia sa më parë. Ju beqarë duhet të dilni dhe të argëtoheni sa më shumë që të mundeni. Nëse do keni mundësi, mund të përfitoni edhe nga ftesat që do t'ju bëhen. Shëndeti mund të ketë vetëm disa shqetësime të vogla për shkak të lodhjes në punë, megjithatë asgjë për t'u alarmuar. Në planin financiar do bëni mirë të mos nxitoheni për të kryer investime. Në punë mos ju besoni të gjitha atyre që ju thon disa kolegë, sepse do e bëjnë çdo gjë që t'ju prishin planet. Dëgjoni vetëm mendjen tuaj dhe keni për të arritur gjithnjë më lart. Shigjetari. Ka shumë mundësi që asgjë të mos ju shkojë si e dëshironi këtë muaj. Planetët do i keni kundër dhe problemet mund të zmadhohen me kalimin e ditëve. Ju që keni një lidhje do jeni kokfort dhe nuk do toleroni në asnjë moment. Kjo mund të acaroj partnerin, i cili gjithashtu nuk do të hapë rrugë. Ju beqarët duhet të ruani sa më shumë qetësinë sepse po u nxitua do e lëndoni veten. Shëndeti do ketë probleme serioze. Do jeni nervoz gjatë gjithë kohës, mund të prekeni edhe nga ndonjë viroz, por mund të keni edhe probleme me stomakun. Financat nuk do të jenë shumë të trazuara, por çdo gjë mund të ndodhë nëse kryeni investime të pamenduara mirë. Në punë do t'ju mungojë serioziteti dhe mund t'i zhgënjeni te mase shefat tuaj. Do ju jepni mundësinë kolegëve të tallen mjaft me ju. Pritsjapi. Do kaloni edhe ditë të vështira gjatë këtij muaji, por nuk duhet ta lëshoni veten për asnjë moment. Ju të dashuruarit duhet të jeni të matur dhe do i zgjidhni me qetësi të gjitha problemet që ju kishin dalë më herët. Për ju më e rëndësishmja nga të gjitha është lumturia. Beqarët më mirë të mos nxitohen që të mos gabojnë. Shëndeti do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Nuk do të keni shqetësime as pak dhe madje mund të jeni edhe më energjik se më parë. Në planin financiar të gjendeni përballë problemeve goxha të mëdha dhe vetëm familjarët do të mund t'ju japin një zgjidhje. Në punë do jeni gati të bëni çdo lloj çmendurie vetëm për të arritur atje ku keni dëshiruar. Rruga do të jetë disi e vështirë, por në fund keni për t'ia dalë mban. Do ndjeni krenar dhe do të keni më shumë besim se kurrë tek vetja. Ujori. Këtë muaj nuk do të pendoheni për asgjë që do bëni në çdo fushë. Do jeni më të organizuar dhe do t'i mendoni mirë gjërat para se të hidhni hapa. Nëse jeni në një lidhje duhet i përkushtoheni më tepër atij që keni në krah, sepse në të kundërt gjërat mund të ftohen. Ju beqarët nuk do keni një periudhë të favorshme dhe nuk do përfitoni nga mundësitë që do t'ju jepen. Shëndeti do të jetë goxha më i mirë. Nuk do keni më as shqetësime të dikurshme. Alergjitë do vinë duke u stabilizuar. Gjendja e financave do të jetë shumë herë më e mirë se më parë. Do të kryeni të gjitha investimet e pretenduara. Në punë duhet të keni gjithmonë e më shumë besim tek vetja nëse doni të arrini lart e më lart. Në fakt i keni të gjitha mundësitë. Ndonjë ditë mund t'ju bëhen edhe propozime interesante. Peshqit. Ky nuk do të jetë as muaj shumë pozitiv dhe as shumë negativ.
por shumë gjëra do bini në kompromis me ata që u rrethojnë dhe nuk do të keni mosmarrveshje. Nëse keni një lidhje, jeta juaj sentimentale do të jetë disi e ndërlikuar gjatë javës së parë dhe në disa momente mund të ndjeni edhe keq. Mundohuni sa më shumë që të kaloni kohë me atë që keni në krah dhe të mos e lini asnjë moment pas dore. Ju beqarët nuk duhet të nxitoheni sepse mund të hidhni hapa të gabuara të cilat do t'ju dëmtojnë të ardhmen. Por shëndet më të mirë duhet ta dëgjoni pak më tepër trupin tuaj dhe nuk duhet ta teproni kurrësi me lodhjen. Financat do të jenë më interesante javët e para, ndërkohë që pas datës 19 gjendja do vi duke u përkeqësuar. Merrni masa sa më parë. Në punë do t'ju jepen mundësi të shkëlqyera për të arritur majat në gjithçka. Priten vetëm gjëra pozitive.